mendim shtesë. Edhe do flasim pak për Spanjën. Sa nuk ka humbur shumë nga fanela e vet, shumë pesh nga fanela e vet, duhet të rishikoj me shumë përqendrim, me shumë dëshirë pjesën e kontarës. Është shumë e nevojshme që të filloj që nga moshat, që të krijoj grupe të cilat e njohin njëri tjetrin edhe që kur të vinë, po themi, në ekipin e parë, ata të jenë shumë shok me njëri tjetrin dhe ta njohin shumë mirë lojën e njëri tjetrin. Si klozi paketa aty, unë u abida, ishte një nga lojtarët që kishte Po, është dëgjuar shpesh kjo, edhe në për analizat të ndryshme. Ai mos gaboj ka qenë edhe me Milanin, ka qenë lojtari i Milanit dhe u kthy prapë në Brazil. Nuk është se doli në blerje kur ishte çaj Milanit. Ato e kthyen prapë në Brazil dhe kur e pash formacionin e Brazilin, në të thënë vërtetën, surprizë. U habita. Brazili mund të ketë elemente pafund Brazil. Në to të shkosh Brazil të shohësh edhe në rrugë lozin futboll shefin topin kur i thash. Problemi është që elemente ka pafund, domethënë e dim që Brazili ka po kur pash në përfaqësues lojtar nga Rusia, domethënë brazilian që luajnë në Rusi. Po, mua më duket sikur kanë arritur domethënë të përzgjedhin ata elemente gjithmonë që janë siç ka qenë dikur për shembull. Brazilianët luanin Realin, Milanin, me Interin, apo në Angli. Domethënë ishin futbollistë që i shikonim çdo javë dhe ishin spektakolar. Tash i shikoj ca futbollistë që unë nuk e di, domethënë pavarësisht se ata janë shumë cilësor. Ai që hyri për shembull, si e kishte ky? Ai lojtari Luis Enrique. Lua ka në Rusi. Domethënë në kampionatin rus, edhe më bën përshtypje domethënë. O vrapojnë mbas parave dhe ndoshta edhe talenti i tyre shkon atje. Si në Rusi si dhe në Arabi. Se sa domethënë të jenë pranë skuadrave më të forta. Gjithsesi parat janë edhe tek PSG-ja, janë edhe tek Manchester City, janë edhe tek Reali. Por tu pa jo sepse Rusia lu vetëm kompeticion mrena për mrena vendit vet. Nuk loz më në Europë. Për shkak të politikës. Nuk të keni rendiment futbollistë të tillë domethënë ka grumbulluar Ancelotti. Gjithsesi kjo dominimi i skuadrave të mëdha, lajm duke sikur ka rënë ndër vite, por themi që nuk janë aq dominuese sa ka qenë. Por shumë flasim pak për Spanjën tashmë. Nuk është Spanja e viteve 2010-2012 që fitonte rresht dhe Europiadit dhe botërorin. Dhe Spanja është ndër ato ekipe, nëse ne themi për Belgjikën që nuk ka arritur të zvendësoj gjeneratën me emra të mirë, Spanja e ka këtë. Nuk mund të themi që nuk e ka. Që nga reparti Portës, mbrojtja mes fusha dhe sulmi, ka emra shumë të mirë që i zvendësojnë edhe pjesën e tani Xavi Iniesta nuk e di nëse ka akoma. Ka sot Spanja. Ka Pedrin dhe gjithsesi ka, është mirë. Ka disa emra, po është një nga këto vende që investon më shumë në futbollin e moshave. Si te Barcelona. Tashmë